Mësuesit e klasës së dytë në shkollën fillore Abdyl Frashëri në Prizren, në bashkëpunim me mësueset dhe prindërit e tyre, realizuan një aktivitet humanitar duke grumbulluar lodra për fëmijët që vuajnë nga kanceri, dhe gjatë ditës së sotme, ato janë dërguar repartit të fëmijëve të klinikës onkologjike në Prishtinë. Drejtori i kësaj shkolle, Alidin Flugaj, tha se ky aktivitet u organizua edhe në kuadër të shënimit të 15 shkurtit, ditës ndërkombëtare të fëmijëve me kancer, si një fushatë sensibilizuese për solidaritet, empati dhe mbështetje ndaj fëmijëve në nevojë. Në kuadër të fushës shoqëria dhe mjedisi, mësueset kanë realizuar njësinë mësimore, mbështesim njëri tjetrin, dhe pas njësisë mësimore në bashkëpunim me prindrit, bashkë me mësuesit dhe nxënësit, mendojmë që ta realizojmë edhe një aktivitet solidarizues, mbështetës, kryesisht për fëmijët me kancer, dhe fëmijët e shkollë e klasave të dyta grumbulluan lodra, cilat pastaj i paketuan mësuesit, i bëjmë gati dhe do t'i dërgojnë në repartin e onkologjisë në Prishtinë, në repartin e fëmijëve. Kryesisht këtë aktivitet e realizuam që tek fëmijët kryesisht të mbjellim solidaritetin, të mbjellim empatin për njëri tjetrin, kujdesin dhe natyrisht i mbështesim fëmijët të cilët vuajnë nga kanceri. Edhe mësuesja Antigona Karavidaj theksoi se qëllimi i këtij aktiviteti është që të kultivojnë tek fëmijët ndjenjën e solidaritetit dhe përgjegjësisë sociale. Qëllimi i aktivitetit është të kultivojmë tek fëmijët ndjenjën e solidaritetit, empatisë dhe përgjegjësisë sociale, vlera këto të cilat lidhen me përkrahjen konkrete të fëmijëve të cilët luftojnë me kancerin. Përmes dhurimit të një dhurate për fëmijët të cilët janë të prekur me kancer dhe janë të shtrirë në klinikën e onkologjisë në QKUK, nxënësit e kuptojnë që solidariteti nuk është vetëm një fjalë, por është një veprim që sjell dashuri, empati, sjell gëzim dhe sjell forcë emocionale, sidomos për fëmijët e cilët kanë më së shumti nevojë. Lodrat e grumbulluara u dorëzuan në repartin e fëmijëve që po trajtohen nga kanceri në klinikën onkologjike, si një gest i vogël dashurie dhe përkujdesje nga nxënësit e shkollës Abdyl Frashëri.